Ne edhe kur ka ndodhur Haga dhe akterët që janë atje janë shkëputur nga Kosova, kemi vazhdu me një seri aktivitetesh të cilat nuk kanë përfunduar, sepse në fakt ndërkohë edhe ne nga Haga kushtimisht të themi me cënuar, sepse është kërkuar të dihet se kush jemi ne dhe çfarë po bëjmë ne, mos po nxisim njerëz në Kosovë, trazira e kutadion. Kështu që kjo ka qenë një prej arsyeve që është dashur fillimisht s'po them të tërhiqemi, po ta pauzojmë projektin ton. Dhe ne kemi pritur... Se patim fakt presion të madh, mund të ndëmtohet procesi mbrojtjes, mund të ketë trazira, mund të ketë... Po fillimi ishte i nisën mrapsht. Sepse ende pa pas aktakues konkrete, publikim të saj... E thash që në fillim të emisionit, kishte komunikat që do të ketë aktakues. Ata merren, edhe që kjo asimetria që krijohet në raport me gatishmërinë e atyre njerëzve për me bashkëpunu, edhe mënyra e llojit të kidnapimit të tyne, ku nuk e ki asë një rast në historinë e luftarëve të TUSHK-s që thirrjeve gjyqësoreve, dyshimeve nuk ju ka përgjigj në mënyrë shumë ndershme edhe në mënyrë shumë të përgjegjshme. Do të thotë, fillimi i mrapsht, mandej zgjatja... Në fakt, ata i morën dhe i mbajtën gati 2 vite duke mbledhur evidenca dhe ne reaguam dhe patëm nevojë ta shprehim edhe pak knatësinë tonë, po në njëjtën kohë edhe dashurinë tonë dhe ndjenjen tonë kolektive për mbështetje të tyre dhe kërkesën për drejtësi në kohën kur fillonte zyrtarisht procesi i gjykimit. Më thonë, ndërkohë, ne kemi qenë të kujdesshëm normalisht, sepse pavarësisht të paknasive tona që i kemi me procesin se çfarë po ndodh atje, nuk kemi dashur të shihemi si dikush që interferon, por megjithatë mendoj që është e drejta jona të flasim për ato se çfarë shohim dhe çfarë dëgjojmë në çdo video që del, domethënë qoftë e plot nga seanca, qoftë e prerë në sekuenca të caktuara, domethënë çështjet që kemi dëgjuar aty ose ndonjëherë veprimet të caktuara që kemi parë aty tregojnë për interferime të qëllimshme, domethënë nuk dihet ku është vija midis gjyqtarit dhe prokurorit. Nuk dihet, domethënë, personi i cili rrin si gardian qëndron aty me ta në një tjetër rol, pastaj del që është... Po, kjo, domethënë, këto janë shkelje të vazhdueshme jo vetëm të drejtave njerëzore, por domethënë edhe në kuptimin e procesit se si ndodh atje, mos flas pastaj për procese të ndërtuara mbi procesin që ata mbahen në Hagë. Domethënë, brenda një procesi ndërtohet një proces i ri, që për mua është jashtë logjikës, sepse brenda një procesi për çka ti mbahesh brenda, nuk do duhet kishte procese të tjera. Mund të kishte procese të tjera të ndara në një tjetër kontekst, por jo brenda një procesi gjykimi të ndërtohen edhe